Të nderuar besimtar, të nderuar ju të pranishëm në këtë xhami, falënderimet më të sinqerta dhe absolute i takon Allahu xhaleshanu xhalla xhalal, i cili na ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, na ka zbukuruar në zemrat dhe në shpirtat tona. Më pastaj çumi selam e salavate mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, i familjen e tij të dashur, mbi shokët e tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe përcjellin këtë fe të Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, ja neve nuk na ka mbet vetëm se në disa ditë edhe ta përshëndesme, t'i japim fjalën lamtumire muajit Ramazanit. Ajo çka duhet flas para juve sot, flas për qëllimin dhe objektivin e Ramazanit. Secili prej neve që është punu maksimalisht ka sakrifiku dhe ka agjëru, ka nejt me orë të tëra pa hangër dhe pi, edhe me të vetmin qëllim e ka bo këta që të dalin nga Ramazani devotshëm. Edhe aty është finali e Ramazanit. Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar Allahun, juve është bërë obligim, detyrë, farz, vajib, agjerimi muajit Ramazanit, ashtu me të njëjtën status ka qenë obligim dhe detyrë edhe ummeteve përpara neve, me të vetmin qëllim që të bani më devotshëm, të keni drojë Allahut, të keni frikë Allahun xhaleshanu. Andaj tema është devotshmëria pas Ramazanit. Ne për me ditë sa a kena pas dobi, ka efekt Ramazani, mas Ramazanit vëren shenjat, gjurmët, simptomet dhe indikatorët. Gjatë ditët të fundit të Ramazanit, çdo agjërues është i shqetësuar. A thua vallë Allahu, aja ka pranuar agjërimin, aja ka pranuar lutjet, leximin e Kuranit, dhikrin, sadakan. Kjo është brenga çdo kuna prej neve. Përderisa 29-30 ditë jemi lodh vallë, na ka shku huç, nëse ka kaluar natën e Kadrit me adhurim, a thua vallë nëse është e shënuar, a jemi të shënuar të banorët e xhenetit, këtë të gjona duhet më jusjedh në kokën e besimtarit. Ndaj si duhet të dimi, apo të ndjemi këto ditë të fund të Ramazanit? A mos duhet të jemi të frigum, apo të ndjemi të qetë, të lumtur dhe komod? Çdo institut, kur kërkon prej punëtorëve pasi që punohet, edhe për merit au ka ecë për parim zhvillimi, ai në fund e bën ato kalkulimet dhe shikon a ka shenja që to ecë përpara apo mbas. Mbi faktin e kësaj, edhe ai del me raportin, thot drejtori apo shefi, këtë vit kemi pas përparim. Për hajme koft urime, edhe gëzohet edhe punëtori edhe shefi, edhe ata të kënaqen edhe ki gëzum. Edhe paga është më e madhe. Njëjtën karakter edhe Ramazani ka si institut në vete. Për me ditë, në fund të Ramazanit, mas i përfundoje, ka disa shenja apo disa indikator. Allahu e ka urdhëruar ummetin e Muhamedit alayhis salam që ta agjerojnë një muaj në vit. E këtë ka bë në çdo rrethana të çdo stine. Pa dyshim se ka caktuar qëllim, ka caktuar dënë synim. Ramazani nuk ka ndarkesë, nuk ka dhe thjesht më të ndarku ti me me. Ka diçka. Çdo biznes i dunjos ka diçka që e motivon për me bëhat punë apo ata të projekt. Edhe Ramazani ka të njëjtë. Në fakt, këtë indikator e gjejmë tek ajeti i cili Allah e ka obligu për me agjëru në muajin e Ramazanit. Cila është ajo? Devotshmëria. Agjërojmë, ninojmë, jemi pa hangër, pa pi, vetëm që në fund me dal ma ndryshe pa. Me pas frikë Allah, ma të edukum. Pra, qëllimi apo indikatori i agjërimi kana devotshmëria. Devotshmëria me pas frikë Allah. Nuk kanë ma dintar, ma fetar, ma jafër tek Allahu xhaleshanu. Me ndryshumo, mas Ramazanit, mos më kanë që ki qenë me herët, po ma ndryshe pa ka. Edhe e ka shenja, ka simptome. Nëse kërkon të kuptosh sa agjerimi ka qenë efektiv, apo jo, a është pranuar, apo është refuzuar, sa i devotshëm pas Ramazanit. Nëse pas Ramazanit
jeni një lloj sikur se ke qenë para Ramazanit, atëherë është humbje e madhe për tyje. Por nëse shese moralet e tua, komunikimi me njerëzit, marrëdhëniet me bashkëshortët, me fëmijët, me prindët, me familjen dhe me rrethin më e gjanë janë në përmirësim të sipërm, atëherë baje për hajër vetës, gëzoje vetën, uroje, alhamdulillah. Pas ka ndiku, kalon gjurma dhe qenja, agjerimi një muj. Kjo është shenjë dhe pranime devotshmërisë. E nëse pas Ramazanit je distancuar plotësisht nga gjunat që ke vepruar për ati, di se ke realizuar qëllimin e agjerimit. E qëllimi i agjerimit të Ramazanit është që pas këtij të jesh në gjendje shpirtërore më të mirë se ke qenë. Më i butë, më i moralshëm, më takva, më i përmbajtur, më modest, arrogancën e ke largu, me ndjemallësinë e ke largu. Ki po reforma, ndryshime, ka plusi, pozitiviteti, atëherë normal sa shenjë se vërtet ki pas agjerim hakikat dhe të vërtet. Ka shumë njerëz të cilët e mbyllin Ramazanin një lloj sikur që e patën fillu. E i dërguar e Allahut ne ka dhënë disa shenja, duke thonë ka agjerus të cilët nuk përfitojnë nga Ramazani përveç urisë dhe etjes. Ju ka bëu Ramazani mekanizëm, rutinë, adetve keqështu dhe sajna spina. Nuk është aja. Ka thelbëja, ka esencë. Pe gjonat duhet mi kuptu nga ronja. Edhe jo rasisht në nuk ndryshojme, se gjonë mënuna me ndryshuvet nga ana jashëm. Duhet nga ana e mbrendshëm. Me një ditë tjetër, ne i ka hapë sytë për nga me i ka thonë, men lemje dhe kaule zur, o l'amel e bih, felejsi li lej haqen e një dha taame o sharabe. Ai cili nuk distancohet nga fjalët e këqija dhe veprat e liga, Zoti nuk ka nevojë që ta braktisë ushqimin dhe pijen. Kjo mas Ramazanit e pe çaj moçmi është. Kimin e ka ndruar Ramazanatin, unë e pe çaja, në ndryshute. Nëse të kalumën ki shajt, ki përdosh e ki pas vend bismillahit për dinë më fjalët më të ndyta, ti duhet me ndryshu më ato më zguzon fjalën tënde. Dhe me thonë, ku është agjeron? Edhe nuk ka hek dorë për fjallët e këqia dhe veprat e këqia, ti vetëm e ti mos mëno, në mirë ras. Se duhet me ndiku ibadeti, vepra, projekte, çdo sen, duhet me lënë gjurma. Asnjë kompani nuk themelohet dhe nuk funksionon pa një qëllim. Asnjë produkt nuk prodhohet pa një qëllim. E padyshim një muaj agjerimit ku gjithë populli musliman i ndryshon orarët e fjetës, të zgjimit, të ushqimit, nuk mund të jetë pa një qëllim madhështor dhe gjigant. Në këtë rast, qëllimi dhe objektivi është përmirësimi i moraleve pas Ramazanit. Prandaj, nëse dëshiron ta dish nëse hyn tek të pranurit në këtë muaj, shesin dihesh 2 javë e para të muajit pas Ramazanit. Mas 2 javë shikojti. Shkuam në 7 ditë, edhe 7 ditë. Si peni vetë. Morëm të mojta tempo, atë maratonin e Ramazanit alam të mojt. Kjo është mirë. Nëse mirë bjen, me një në kuku që rosh. O argjit energjia benzini. Se pas ke posa ki 40 ditë. Dhe ne ki qalu, ki ngec mas. Çdo kush që është përmisuar, meriton të urohet. Dhe kushdo që nuk e ka realizuar objektivin e agjerimit, meriton ngushëllot dhe sabërllët. Nëse me parë je sjell keq me bashortën, nuk ja ke vënë veshën fjalët e saj, i ki keq tratuar prindërit e tu, ndërsa në fund të Ramazanit sidhesh krejt ndryshe, kjo është shenjë se agjerimi tu pas ka pranuar. Kjo është shenjë se e ke arritur natën e Kadrit. Dhe ka shënuar Allahu te lista e njerëzve që i nga banorët e xhenetit. E nëse shënuar emri jot te banorët e xhenetit, di se ai emër nuk mund të fshihet nga ajo listë asnjëherë. Po të bësh gjuna edhe pas Ramazanit, por veprat e mira do të jenë më shumë se gjunat dhe gabimet. Moralet e mira janë më të shumta se këqija. Se edhe pse Allah ka shkruar për xhenetlive, ti mos me gabu, ama rro gabon, pa gabon. Të mirat e mund të këqija, edhe mua merr statusin se e njeri mirë.
Devotshmëria është tepër shenjë tek Allahu xhaleshanu. Për me ditë se ta ka bëu kabull, më në mend devotshmëria. Devotshmëria i thon shep popull takvallë. Për shembull, kur do të thonë për njëri mirë, kjo është takva. E run gujën, e run synin, e run veshën, i run durt, i run këmbë. Nuk fal fjalë, takva është, ka frikë Zotin. Pasi shumë njerëz mund të na mashtrojnë se nga ana jashtë, me fjalë bukura e vepra sa për sy e faqe. Po, askush përveç Allahut nuk e di se çka më shifën zemrat e njerëzve. Devotshmëria është diçka që ndodhet brenda në zemër. Ka të bëjë me botën e brendshme. Brenda devotshmëria është. Kto është në zyrë e brenda, më në mend kështu. Është një terren ku mirën vendimet. Çto si ti je i pastër, ato reflektojnë, rezatojnë për jashtë, të goja, të syni, të veshë, të dora, të kama, të ideja, të mendime, të konceptet, kretë koli dhe piktujt, këto me në vendime, tak, pasaj këto manifestohen. Andaj devotshmëria është diçka që ndodhet në zemër, ka të bëjë me botën e brendshme, të cilët e di vetëm Allahu ka pushtet, askush tjetër. Prandaj, ajo është kaq e shtrenjtë, edhe shumë ka vlerë dhe peshë. Andaj Muhamedi a.s. ka thënë, Allahu nuk shikon në pamjen e juaj, as fizionominë e juaj, as profilin e juaj, por shikon Allahu tek bota e brendshme, zemrat edhe punët e juaj. Në bazë të zemrës, Allahu vlerëson person dhe jep atë ocenkën. Më në rregull është. Allahu për te ka sahabët, ja ka dhënë nivull, ka thënë, jam i kënaqur me sahabët. Pse? Në bazë të zemrës. Pika, Allah i ka thënë Kur'an, kur pejgamberi ka dhënë besatimin, ka thënë, a më jepni besën me shku me luftu me mushrikët e Mekës, pa ndodhur një farë ndodhije, u pa të hap një shpifi kënë se kanë mitë Hazreti Osmanin, pejgamberi tha, kjo është mitë për neve, a nuk e di kësë është e vërtet qarja, a më jepni besën, sikur që është vritë dhe na më vritë. Këtë sahabët e kanë dhënë dorën pejgamberit, besat koftë. 1400 sahabë kanë qenë. Allah i ka thënë, alime ma fi qulubihim. Zoti e diti në zemrat e tyre se a e kanë për Allah, se kanë për Allah. A e kanë për në ajo, fa anzala alayhimus sakine. Allah i zbriti qetësi. Domethënë, krejt pojenta qëndron te brendësina se çka i kena. Ka kohë që shumë musliman për fat keq janë fokusu vetëm te paraqitja jashtme e përkushtimit vetar. Fisht pi jashtë po çet. Formën e namazit, formën e veshjes, formën e profilit, këto jo që i bëhojna, më nuk janë esenca, nuk janë thelbi. Thelbi është kjo mrejna. E nëse ki këtu mirë, normal se reflektojnë aja. E pa mund që me dosh Allahun, s'mer abdes. Valla unë e du shumë Allahun, kur nuk falë namaz. Valla unë e du Allahun të ditën shanë. Kontradikt kjo, s'ka shansa. Nuk jap këto paralel, bin desh, më në nem, nëse ki zemrën e but, zirë fjallë të buta. Nëse ki zemrën e sinqertë, burojnë fjallët e sinqerta. Shembull, është një gotë e madhe porcelanit, edhe nuk e di se shaka mrena. Për me di se shaka mrena, du të me fit, qa? Si i thënë ato që ka punojnë me marë supa jo? Kutlaç, i thoni? Kutlaç i ka thënë se shaka mrena. Nëse ka mrena supë, a nëzirë mjaltë? Nëzirë mjaltë ajo. Nëse ka benzin, mrena, benzin, a nëzirë provnicë? Pas mundë. E pa mundshme është, abstrakt është, me pa zemrën e mirë, me shajt ose me fa namaz. Valla në shumë i du Allahin, kur s'fa namaz. Thuj me pastan në shumë e du babën, kur nuk shkon me ba zeret babën, kur s'mundet nuk shkon me ba, kur ka të një gzim nuk ja ban për hajrë, nuk e merë në telefon, nuk e thirë drejk në darë, nuk e merë më shëtit, me fjalë, se knaq ata, i të rejtën, s'ma kishkel derën. Me njëtën parametër mund është ti me vlerësu dhe me peshu raportin me sy dhe Allahut. Allah kam zemrën e bardhë. Tash mos ta folin fjalë keqe që ato ke më dhaj kupi. Edhe thivi deri ka zemrën e bardhë, ama derë është ai. A çashtu? Puna dujna. Nuk e di çka ke mrena. Unë nuk e di. Ai po, a unë për me ditë çka të shoh? Fjalë të mira fol, fjalë buta, shkon në xhami, me farefisi, me kushit, dhe me thon adresa e mbrëmshëm, ajo që ka shjashëm e tregon. Mirë po ka shumë njerëz të cilët fokusohen vetëm nga ana jashtme, pasi ajo është malet më praktiku. Mirë po, nëse i teston në marrëdhëniet me tjerë, në biznes dhe komunikim me familjarët, kemi befasu se çfarë xhevajide kanë ato. Testoj ata. Shtën e pakëra e merr vetë kusha.
Do me thonë, qëllimi, kryesor, objektiva qëllimit është devotshmëria. E ku çon devotshmëria? Çfarë pagese ka? Çfarë shpërblimi ka? Tash ju kallzoj. Allah i ka thënë Kur'an: "Wattaqullah yuallimukumullah." Keni frikë Zotin, Allah ju mëson. Devotshmëria të hap portën e informatave, diturijës. Sa më shumë që i devotshëm, ki dituri, avancohesh me dituri. Më në men, dhe me thonë, devotshmëria të orienton ka dituria. 2. Të gjithë besimtarët e devotshëm kanë privilegjin të ndihen më pranë Allahu xhaleshana se dikush tjetër. Ata që janë më devotshëm janë më afër Allahut. E gëzojnë afërsinë, afirmimin me Allahun xhaleshana. Ka thënë Allah në Kur'an: "Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Dini mirë se Zoti është pranë të devotshmëve. Afër tyre, me ndimin e vet, me përkrajën e vet, me kudretën e vet, me fuqinë e vet, me mbikëqyrjen e vet. Nuk është afër ndaj këshillëve, ndaj atyre të cilët janë e shpërfillin porositë dhe urdhat e Allahut. 3. Për të devotshmit nuk ka frikë speklim. Kur tha për të devotshmit, më automatizëm tham për agjërusin. Se agjërimi që ka me devotshmërinë. E ai që është agjërueshëm, edhe ai që është i devotshëm nuk ka frikë, s'ka pikëllim. Sidomos ditët kur shumica e njerëzve i ka panika. Allah i ka thënë Kur'an: "Faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Ata që kanë ndruar Zotin, që kanë frikë Zotin, edhe i kryejnë veprat e mira, për ata nuk ka as frikë, as mërzi, as pikëllim. Hiç mos u tot. Toto kur bash gjunoje, ruaj gjunoje se gjunojt korit. Ruaj haramit që e merr, ruaj kamatës, sa ja të nxit fytyrën dhe të korit momentet më të vështira. Po ki nevojë me thonë shahadetit para vdekjes, s'u ne thu, të koqit gjunoj, dridh gjunoj. Ndërsa takvalluki, garancë, stabilitet, s'ki pikëllim, gjunoj dy njët korit. E kam përmend njerë, kam lexuar njonin, interesant, njoni përmend ke, i cili ka marrë pjesë në mejdan të hajrit. Kur tha mejdan të hajrit, ka marrë pjesë në xhihad. Ka shkuar me mbrojt gjakin, deri muslimanëve, thonë ke gjëja më e keqe në mejdan ishte kur do me ndol para armikut, her pas here ditë ka ja pamje gjunove para syve. Është ose posun kurit. A disa keq e tristushëm, sikur se dridhke, se gjunoj mos po të korit. Po para menoj ti imagjinoj në rast vdekjes, të mirët goja, gjunoj është rrezikshëm. Kur mos gaboni me shlupej me gjunoj, se gjunoj nuk ban rahmet, nuk më shëron. Gjunoj të sakaton. Kur mos të kurjoso, valla e bani gjuna, hajtë se nuk më dëne Allah. Momentet më të vështira ku du më siguru, që atëraj nuk ban rahmet, që atëraj në përkam, e rrezikshëm. E devotshmëria është agjerimi. Agjerimi është e kundërta e gjunojt. E prun, në delndim, qasët dhe momentet më të nevojshëm. 4. Shpërblimi më i madh do të jetë në xhenet sipas devotshmërisë. Allah ka thënë Kur'an: "Tilkal janna allati nurithu min ibadina man kana taqiya." Xhenetin e trashëgojmë, janë hisetar dhe pjesëtar të xhenetit nga robët e mi që ishin të devotshëm. Kush pas ka hisën këtë projektin të tenderi xhenetit? Takvalit, agjëruesit. Sa të mira se ka devotshmëria, shumë si e. 5. Të devotshmit do të jenë të ftuar e Zotit ditën e Kiametit. Musafir të Zotit. Qëre? Ftesë Allah i thirr. E janë ju të devotshëm. Thot Kur'an Allah: "Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda." Në ditën e gjykimit do të rëngjallen njerëzit, do të rëngjallen të devotshmit grupe delegacione të ftuar nga ana e Allahut. Që nuk kupton, jashtë të devotshmit s'kan gjasa të mëdha që Allah i thirr ata. Nuk ju bën ftesë. E kur bën ftesë Allah, gjithmonë nuk kupton pozitiv. Bën ftesë për në xhenet apo me gëzu të mirat e ahiretit. Edhe fundit 6 për shpërblimeve, shtimi i rrezikit. Ku shumica njerëzve bin test e rrezikit. Dyqysh frigohet. A devotshmëria ta sjell rrezikin? Jo puna, jo mundi. Duke pas frikë dhe Zotit Allah të qelë rrezikin. Ka thënë Allah në Kur'an: "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatana alayhim barakatin min as-sama' wal-ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun." Fat Allahu përmend një shoqëri, qytetet me arshëm, thot po të ishten ata njerëz të cilët
kishin pas frikë Zotin, edhe me besu Allah me besim të plot, ne do t'ja kishmi hap dyert e bereqetit nga qielli dhe nga toka. Mirë po ata nuk besuan Allah, përgënjeshtruan edhe merituan ata çka me durët e vetë kishin bërë. Që dhëm, devotshmëria takvallëki e sill rrezkin. Kur nuk vjen bereqeti, se bereqet rrezik, më në mend, se tash ata t'jap një definicion rrezkit. Rrezik nuk ka vetëm parja. Mos jemi të ngushtë për kufizim. Rrezik nuk ka vetëm me fitu parë, me pas shtëpi. Rrezik është më kënaq muhabet me nanën, me babën, me vllajin, me pas rahati, me pas komoditet, motec, marrësia. Ç'kjo është rrezik? Mos kuptojmë të kufizojmë rrezik vetëm parë. Se dikush ka parë, por nuk ka rahat. Me pas rahati është rrezik për Allahut. O gjë xhanove, po çashtu e ka xhanu lumizot, rrezik e ka kuptim më të gjanë. Devotshmëria dhe familja. Monë men, qëtu në kam u fokusu, monë men, mas Ramazanit, për me dit, a e ki pas Ramazan në hakikat, ata ka pranu Allahu, ajo, a i devotshëm, krejt ka mundvar për familjes. Si keni raportin me grujen, me nanën, me babën, me fëmijët, monë men, në përmet kësaj, kemi diktu të ja ki ba gjerim hakikat ajo. Me të drejtë, dhe ko hak, mund të pyet dikush, shka ko lidhe devotshmëria me temën, me familjen, që kemi trajtu të rejtë ashtë pra gjerimin. Në fakt, lidhjet mes tyre janë shumë të ngushta. Testi më i rëndësishëm i devotshmërisë secilit prej neve janë marrëdhëniet e tij familjare. Manë me, për ta kuptuar, nëse Allah të ka pranuar xherimin, shikoj si ki marrëdhëniet familjare gjatë 2 javëve pas Ramazanit. Marrëdhëniet në familje janë vaga, peshorja e devotshmërisë dhe sevapët e fituar gjatë Ramazanit. Nëse më parë je tallë me gruën tënde, ki lujt me gruën tënde, e ki qëllu, i ki mshu gruës tënde, e ki ironizu. Tash pas Ramazanit, jes distancu prej këtyve vetive të këqija. Kjo është shenë se Allah të ka pranuar xherimin. S'mund është lidhë mas Ramazanit, e pet me mshu grujës, e pet me shaq grujen, me provoku grujen. S'ka lënë gjurmë Ramazanit e këtë. Nëse pas Ramazanit nuk jemi model, nuk jemi model i keq i prindrit, siç ki qenë më parë. Kjo është shenë e pranimit të agjerimit. Nëse pas agjerimit, marrëdhëniet e tua me prindit janë përmisuar dhe tensionet e mëparshme janë shuhu, dije se kjo është shenjë e pranimit të Ramazanit. Testi më i rëndësishëm i devotshmërisë pas Ramazanit qenë ka familja jote. A jeni qartë? Mas Ramazanit jo një mujtë të këshene me familjen që keni raportet, që atëre diktoni se Ramazanit ka pranuar Allah, pas ta ka pranuar. Ka lidhje, ka me sjell argumente dhe fakte të shumta. Për fat të keq, koncepti i muslimanëve rreth devotshmërisë, këto ditë është jo i drejtë. Pasi e kanë kufizuar vetëm në aspektin e pamjes të jashtëm. Po, për fat keq, dikush nuk jep hakin devotshmërisë. Menon se vetëm nga jashtëm. Ktu falet për neve. Menon se vetëm se me ikra e ka bën një devotshëm afër Allahut. Veshja, forma, jo. Jo, s'është ajo. Do shta ato e perceptojnë kështu se praktikimi i formave si përfaqësor është më e lehtë. E mbrëmshme është më zor, me kibrin, me kryelartësien, me xhelozien, me inatin. Kjo është rran, kjo do prej rran, kjo do mund, lodhje, raskapite, është procedurë e gatë, nuk është e lehtë. Por nëse depërtojmë të këta njerëz që kanë merak fokusin vetëm nga jashtë, nëse depërtojmë brenda shtëpive të tyre, nuk gjejnë shenja dhe gjurmë të devotshmërisë. Te këto shtëpi hasin burra që ka 10 vite, kryjnë farzën në xhami, por kur shkruajnë testamente e privojnë vajzën nga trashëgimi. Kjo është evidente më të madhe, sidomos te muslimanët të komunitetit shqiptar. Sa baballar nuk japin hisën vajzës. Ti shku te burri. Vajza ka hisët e mirasja, e dini këta se dini. 2 hisë djalin, 1 çika. Nëse ki dhonë 10.000 djalit, 5.000 vajza i ka. Ki falë namazme, besh vatë, ki si hikbe, me gjemat, ama këshine këtë fushën tjetër, i në rëhat vajzës. Dhe më thonë nuk ka veshën edhe namazë. Islam është universal, për mbledhës Islam. Islam është xhami, është qarshi, Islam është shtëpi, është edhe larg, Islam është me fëmijët, po është edhe me pleqë, më në men, jetën sekrete, jetën publike, komplet Islami, jo me morë një pjesë e me refuzu një pjesë.
Ahlul kitab, jahudit kanë qenë, afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah I ka qortu, I ka thënë Ben Israil, a pe besoni një pjesë të librit, një me hani, a pe praktikoni disa pe ignoroni, fa namaz, ama nuk jep hakin mirasën vajzës. E ki cunu, ti nuk ki devotshmëri të plot, ki mangësi, e ki fac, ki nevoj me riparu devotshmërinë. Po. Ka të drejtë që vënë dorë mbi gratë e tyre. I shojnë dhe fëndojnë, edhe pse falin, lutën. Ka njerë, falë namaz, e sa ka tonë ngrujen. Për një koj fjallin shën ngrusht. Qëfar devotshmërive ti? Ramazanit e ti, s'pas ka lënë gjurë. Vetëm kështu, ta ka lu kështu, kalim, thi. Jo. E për çfarë devotshmërie mund të flitet në kësi rast, nëse ndodhë, falë namaz, e rej ngrujen, falë namaz, nuk jep miras vajzën. S'pan kënaqë këtë devotshmëri, këtë tak vëllët. A mund të flasim për pranimin e agjerimit, nëse dikush e tradhton shoqin, apo e të kundërtën? I devotshëm, ti, falë namaz, ki dhe nxez gratë qera, s'mjafton, s'munësh. Ban hile, tradhik, ki probleme, defekte, defekte të noja. A mund të kërkoj pranimin e Ramazanit një gruaja e cila tradhton burrin e vet, edhe me mendime? A mund të pretendoj pranimin e Ramazanit një vajzë e cila shoqërohet me një djalë duke I hedhur syt prindërve, nuk e ndëgjon fare? Familja në Kur'an. Bëhet foto më e qartë. O që ti përfokusohesh sikur se devotshmëria qenë ka ku? Mbi faktin e familjes. Çaça? Po që Islami çfarë rëndësi dhe vlerë ka dhënë familjes. Në librin tonë të shenjtë në Kur'anin e gjejmë një gjus I thonë 20 faqe të Kur'anit. Kur'ani ka 30 gjuza. Një gjuz I ka 20 faqe. 30 gjuza ka 20 faqe, 600 faqe. 600 e diçka faqe I ka këtë Kur'ani. Gjuz I thuhet 20 faqe. Një gjuz plot fol mbi familjen dhe marrëdhëniet brenda këtij institucioni të shenjtë. Ky gjuz quhet në gjuhën e atyre që e din Kur'anin Katsemi Allahu. Ose I thonë ndryshe Katsimin. A e di Katsimin për më? Është gjuzi 28. 28, 29, 30, 28 qëtë Katsemi Allah. Këtë ki gjuzë 20 faqe, po thuaj se bil 90% full për familjen. Raport, marrëdhënie, si trajtor, si sjellësh. Edhe këtë që ati interesant, nuk ka jetë të full, keni frikë Allahun. Sikur se Allah do të thonë, frika devotshmëria që don raporti me familjen. Po. Allah e nis Kur'an këtë gjuzë kështu thotë. Qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu e ka ndëgjuar. Çka ka ndëgjuar? Allah e ka ndëgjuar fjalën që kanë bërë debat mes një burre dhe një grujës, pastaj kjo gruaja është anku tek pejgamberi Allahut, te Muhammed. Këtë gjë kam shpjeguar juve këtë xhami. Çfarë gjëre? Kur kanë folë një herë në ders, pse sahabët janë brezi unik, nuk përsëritet. Toka ma nonat nuk pirën kësi brez sikur sahabët. Që kjo gruaja është një prej gjërave që kam treguar. Që kjo gruaja tregon, thot, buri jem kur u plaka unë, buri jem në ignorancë e kam pas një betim të fllëqt, një mallkim të fllëqt. Edhe na shqiptar kena do mallkime, shumë fllëqt. Kur do ne më mallkuaj tregova. Kur do me mallku shqiptari dikan si thot, Allah të korrit ditën e pazarit. Pse kallaballëk më marr vesh kush je. Korrit më madh është ditën e Kiametit, se këtu 100, 200, 1000, Kiamet në miliarda. Po ta nxiftirin çka më e keqe. Që kjo gruaja tregon, thot kur u shtyllan mosh, burri jam tha, kof shpina jote si shpinën e nënës teme. Ka aludu, ka përdorur si fjalë metafore, sikur më thonë, sikur se nënën teme kam haram ju afru mas shpinës, edhe ti më bëna haram. Kjo gruaja thot u irritova, I thash, o burri jam, o fisnik, sa kesh e re, u kënaqe me mua. I bona do vite, tash çaça, pa I kallzu pejgamberit s'ka me lan. Ka shkuj ka kallzu. Duke shku Allah I ka një bisedën, I ka zbrit para se morë kjo gruaja tek pejgamberi, Allah I ka zbrit qicurën. Allahu wa Muhammed e ka ndëgju bisedën mes asaj gruas asaj burrës kanë bërë debat. Tu xhadin, edhe po vjen tash së shpejti ka marr mu tu anku për atë sidhën e burrit vet. Ka përmend. Krejt që kjo sura fol për familjen. Alo para marr kjo gruaja, thot pejgamberi, I thash, e di këtë gjë. Ka përmend. Thot Allah për ty ka zbrit sure. Para menoni që kjo gruaja, çfarë privilegje ka pas te Allah. Duke qenë gjallë, kur ka inë në xhami, çaj e gruaja me fal namaz. Nëse imami ka të lexuar çet surën, si ka ndje veten kjo gruaja? Allah për mua ka zbrit ajet të ditën e Kiametit.
Para në të kushit çfarë deri kanë pas. Allah ka zbrit për gruan tonë. Ai gruaja ka pasur Haula binti Thalaba. Po shkosh më interesant, as ti Omeri kur ka dalë rrugës me ulumtu, mos ka hajduta në shtetën e vet, i ka marrë njerëz më të ngushtë me zvete. Duke ecë rrugës e ka poçë plakën Haulën. I ka thonë shokët, rëni pak, ka shkuar ajo, ka folja 10-15 minuta 20. Pastaj u shkthi. Kur shkthi këtë ka thonë, ja halife, a lihen këto burra po kët plakën? Është kthej halife ka thënë, mirë për juve mirë. A e dini se kush është kjo plaka? Thotë nuk e di. Allah e ka zbrit një sure që quhet Qad semi Allahu en kas për këta. Pashallah më pasi te ndark kisha nejt më ata. Që është vanderi ka pas. Allahu ka zbrit sure për gratë, më në men. Po. Di se gjithçka që ka vepron dhe flet në shtëpinë tonë dëgjohet dhe vëzhgohet prej Allahu xhaleshanu. Kjo sure trajton një problem familjar, ku manifestohet qartë mbikëqyrja hyjnore e Allahu xhaleshanu. Nëse do ta tradhosh bashortin ose bashortën, di se Zoti të shëllë të dëgjon. Nëse i shkel syrin e vllajit apo motrës për të ironizuar njërin nga familjet apo prindrit, di se Zoti të shëllë të dëgjon. Nëse nona të telefonon me 10 herë, e ti nuk ja hap telefonin, pasi kërkon të rregullosh me shoqërinë, më të afër të ka bësh shoku sa nona, di se Allahu shëllë të dëgjon. Nëse do e shoh njëri tjetër nga prindrit, di se Allahu ju sheh dhe ju dëgjon. Ajeti i sipër që e lexova na ban ftesë dhe thirrje se devotshmëria duhet me instalu pikspalin familjen, shtëpinë tonë para se të tërkohesh. A ashtu? Ai që s'di për vete, nuk di për xheti. Ai që se rregullon porën vet, rënd dhe vështirë ka me rregullu porën e tjerë. Kush do shka lexon Kur'anin? E vëren shpesher, devotshmëria lidhet ngushtë me marrëdhëniet familjare. Kjo sepse njeriu mund të maskohet, mund të vendosh maska dhe hiqet si dikush tjetër para njerëzve. Ah, unë kush jam i devotshëm. Mi po në familjen e këtij nuk i bën dot kjo. Herët apo vonë familja ka miron maska. S'mundesh më kon ti i mirë për shokin, për familjen si. E pamundshëm. Gjymërt me shokin e jaranin, te familja nuk i gjymërt. S'mundesh. Se familjet kallzon, mrena, me orë të flen, edhe i kallzon. Këtu ban ti fora, ban me maska, po gjithmonë nuk jetohet me maska. Ranësh, me jetu me maskosh, ka thonë një dietar, sikurse me ik mal, ku është mali ekstrem, edhe me zri, me ik me zri. Aja vlen me ik shpesh këtu? Ranësh me jetu me maska. Ka thonë Imam Shafia, njerëzit më të dashur për mua janë ata të cilët jam rahat kur rri me ata, edhe ato janë rahat me mua. Njerëzit më të këqij për mua janë ata që shtiren për mua, edhe unë shtira për atyve. Ndjehemi siklet, edhe ato ndjehen me mua siklet. A ki dini shok çka e çel bakin me ata mi kallzu këtë probleme. Mësuj kam shok, i kam 1.000-5.000 frenca. Ato si kish shok. Nëse këtu kam shok, kam klasës. Si janë shok këtu? Ata ta kanë punu shkolla, apo të mallës. Lozat e kanë punu. Ti mi zgjedh, mi bë test. A ki? A ku i provon? A mush me qenë kështu? A na kena nevojë sot edhe me qenë medikan barkin zarosht. Ha? Se s'ka. Për fat keq, sot nuk mundesh me gjetë. Ima Zoti Omi ka thonë, nëse gjen dhe konstaton një shok që është hakikat i mirë, gjithë përdore, se të pak është me gjetë. Ka thonë këta në kone vetë. Po në kone tonë, hycë në gjetë. Pa tjetër me pas dhe një interes dhe prapavi. Për ndryshe për i zatë Zotit, zarosht me gjetë. Një sociolog amerikan ka pranu islamin thjesht nga fjallet vlerësuse të gravet pejgamberit alayhis salam. Qëre, njës dhe menqëm që shë vlerësojnë e përqafojnë islamin. Më në men, nuk ka muhabet, ata të zdojnë muhabet. Në përmet familjes. Ka thonë, ajta këshiri gratë e pejgamberit, çfarë vlerësimi i ka dhonë pejgamberit, edhe e marrë vesh. Po, thot lidhër me këtë, thot një njeri që thot, pejgamberi Allah ka thonë, kush shpiv mbi meje, e ka përgatitur vendin e ti në zjarë. Thot pejgamberi Allah i ka pas 9 gra. Ma dhe 11 i ka pas. Thot, të gjithë gratë e ka në vlerësimin e pejgamberit çuditshëm. Se cila gruaja thot, nuk kena pa si buriun pejgamberi. Kolosi madh. Gruaja për Hatixha e para, që pejgamberi ka pas 25 vjet, ai ka pas 14, argument se pejgamberi s'është marrë për hapsh, se më pas marrë për hapsh, e kishte marrë beçaresh. 14 vjet, 15 vjet. Madja Hatixha ka qenë martuar, ka qenë vejush bile. Thot, kur ka zbrit se të shpallja pejgamberi është trondit,
Se ka ditë, s'ka qenë informuar, ka qenë i frikëtuar, ka shku tek kush, tek mbështetja por tek Hatixha. O Hatixha, më mblon, se të kam pa diçka thot. Shaki po, kështu. Ka thon Hatixha, ja Rasulullah, Allahu nuk të korrit ty asnjëherë. Pse? Dëgjone, me shka ka vlerësu se Allah se korrit. Se ti shkon shumë mirë raport me familjen. Unë me ty kam pas jetesë, për 25-15 vjet. Ti shumë mirë ke raport me familjen. E respekton shumë mikun, e ndihmon hallexhi. A jemi qartë? S'ka thonë që fol shumë namaz. S'ka thonë shumë që agjeron. Shumë i mirë me familjen. Jetë, shembët, harmoni, më të plotë, se pejgamberin, dunja nuk ka pas. Që me një gruje na kena telashe, vëllezër të dashur. Një graj kena, ne do kurinina të marr ditën. Shoj vetë ato parën se të mojtë ditën. Të parën telashe, therrësh ti kom. No, një vëllezër ka pas. Ti gruaja është botë në vete. I ka të nervozat, i ka të stresat, që shkora ditë, është brim. Nëse shtyp e them, nëse le, maj, duhet me pasat baraspesën e kuj libër. A balancën e mirë me pas. Një vëllezër, secila për tyve ka vlerësu. Thot ky sociologi, çto e pranova, se ky ka qenë i mirë me familjen, vetëm se burimi i devotshmërisë e ka bën më koni drejt me gruajen. Se pejgamberi ka thonë, kush i ka dy gra, edhe ban hile me njënën, del ditën e kametit me gjys fytyre. Allahu na ruaj. E thot ky me një vëllezër, secila për tyre jep vlerësimin më të mirë për pejgamberin, që kjo thot mund ka motivu, ma ka hop gjoksën e ka pranu feja. Njerëz të mençëm me këshirën me familje. Kada i mirë, që ka punë me familje për kjo? A qonë dinar të shpija për kjo? A respekton anën babën kjo? Jo. Xhamin e ka pa maki vetëm formale. E pa mund shumë, se cila për ty e ka ngërthim, edhe xhamia dhe familja bashkoj. S'më të bëtë për plase, ka dhe një defekt mrejna, ka dhe një defekt. Nëse dëshiron të njohësh tjetrin, se i devotshëm është, shise çfarë marrëdhënie ka ndërtuar me familjen. Po, Allah ka thënë Kur'an, ja jo nas, o ju njerëz, ittaqu rabbakum, keni frikë Zotin juaj, alladhi khalaqakum min nafsin wahid, që ka krijuar prej një njeriu, pra Ademit, pes atyve kanë krijuar shkan burr dhe gruaje. Atëra thot, keni frikë Allahun dhe ti keni në kujdes ato që keni përsipër. Domethënë, familjen, si ti keni mirë, atëra vetëm se keni edhe frikë Allahun xhaleshan. Rrutja e lidhjeve farefisnore vjen më njëherë pas thirrjes për devotshmëri ndaj Allahut. Vendi ku manifestohet më shumë devotshmëria ndaj Zotit është familja. Surja Talak. Një kaptin quhet kaptina Talak. Kur e thon Talak? Kuna? Shkurzimit. I thu gruas t'lash. Hequ prej mua. Arabesh Talak, ndarje, shkëputje, shkurzim, Talak. Quhet një sure në Kur'an Talak. Kjo sure i ka 12 ajete, shumë pak. Megjithatë, devotshmëria 4 herë është përmendur. Sikur sa Allah po na thot, nëse doni të jeni të devotshëm në familje dhe shtëpitë juve, mos gaboni me bota talak shkurzim, sa nuk ka gjë e mirë shkurzimi. Duhet bile me minimizu maksimalisht. Allah në surën Talak ka përmend 4 premtime që ka treguar për devotshmërinë. Wa man yattaqilla yaj'alu makhraja. Kush ka frikë Zotin, Allah jep rrugë dale. Jep pres ka skuton fare. 2. Wa man yattaqilla yaj'alu min amrihi yusra. Kush ka frikë Allahun, Allahu ja leçon rrugën ka hajri. 3. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Kush ka frikë Zotin, Allahu ja fal mëkatet edhe ja shumë fishon sevapin. Krejt ka përmend te kaptina e familjes skurzimi, që më thon frika ka lidhje me familje. Model nga njerëzit e devotshëm. A ka nga njerëzit e devotshëm që tregohet i mirë për familje? Po. Ka pas kalume dhe ka në vazhdim kena mësuar disa shembull. Thot një zonjë e cila thot një ditë ka kuptuar se burri vet është martuar me dytën gruaje. Që gruaja po thot ka marrë vesh se burri ka marrë ortakën. Megjithatë thot e ka përbojt veten. Edhe pse zhgënjimi ishte i madh. Disa kohë më vonë i vdek burri. Pasi që i vdek burri, kjo gruaja për me tregu që është e devotshëm nga mirasi pasurisë ka shkuar me ia dhënë asaj dytës. Edhe pse kjo se ka marrë vesh nëpërmjet burrit, po indirekt, po s'ka dëshme bojile, ka qenë devotshëm. Ka marrë mirasin, ka dëshme ia dhënë asaj ortakës, kanë mirasin. Duke ndajt atje, jep isëm. Mirë po kjo gruaja ja kthen thot, nuk kam hak kjo dyta. Pse? Thot një ditë burri jot dhe buria, para se më ndryhet, më ka shkurzuar.
tha qështu Allahu për atët dhe vëshmërisë ta ka rujtë dhe takvallëkin. S'ka bo hile, ha? Nuk ka bo hile. Një vajzë u ka shoqëruar me një djalë, normalisht pa dijen e prindërve. Kjo lidhje ka vazhdu derisa një ditë kjo vajza lexon një hadith pejgamberit, që ka thënë pejgamberi ditën e Kiametit çdo tradhtar kam një dhënë në dorë një flamur ku ka më koni shkruajtur te flamuri, ky është tradhtari filani, ma këtë s'ka. Demek, kjo më konë me sheni, dukshëm. E kjo vajza thot, kur e lexova këtë hadith, ishte e pamundshme me pa babën tem sy. Duke ditë se pe tradhtoj pe mashtroj, po shkoj me një djalë pa i tregu babas, tradhti. Kjo e ndërpreti tha lidhje me djalin, jo pse u zbulu, po friga Allahu xhaleshanu. Fatimia binte Esedi ka qenë gruaja e Haxhës pejgamberit. Gruaja e Haxhës pejgamberin shumë e ka rrit kur ka pas 8 vjet. Thot shumë ka këshirë. Kur ka mba for 50 vite, thot, kur diçke gruaja mingjës tem, se pejgamberi për me tregu të vëshmëri ka tregu dhe me gruajën e mingjës, me familjen e afër. Thot kur vdiq i thash atyve kur të ma vuros një gruaje në mingjës, para se me vuros poshtë, atje në varr, themi mua. Tha kur afrumi më tha ja Rasulullah, do na me vuros poshtë mo. Era tha e shtroi vet pejgamberi gjybën e vet që ka pas e ka mlu. E ka mlu gruën e mingjës. Ka desh me tregu se unë kam frikë te gruaja e mingjës. Tha o Zot, bëjo ti dëshmitar se kjo gruaja më ka streu dhe është për kujdesë për mu dikur edhe në du mja kthi. Islami nuk ka fjalë dhe muhabet. Islami është përkthim në vepra dhe në punë. Çfarë do të thonë? Sikur se ka desh me thonë autori, monë men, nëse doni me tregu vetën, monë men. A ka pranuar Ramazanin jo? Mas Ramazanit 2 javë, një muj kësheni, që shkini raportet me grujen, me fëmijët dhe me nanën. Nëse i keni ndreq, shenjë, se Allah të ka pranu. Për ndryshe, nuk ka shansa, asë një erë. Bile Allah i ka thënë Kur'an, u ashir unë bil maruf, sjellnu, jetoni lirë dhe trajtoni gratë në formën më të mirë. Që do më thonë? Atë që do më thonë? Jo mos jetë mirë, mos jetë keq grujen ndaj teje, ti dush me basa. Tash mund të thonë dikush o shumë bëj but po kallëzohesh me gratë? Ju kam kallëzuar, burrnia tjetër tërkon tregohet, nuk tregohet to ha, që tërkon. Badhe thuhet një hadith i pejgamberit nuk është sa e vërtet, se si pejgamberi ka trajtuar gratë, ka thonë, nuk e ndoron grujen vetëm se njësoj, dhe nuk e poshtron vetëm sojsuzi. Ka lanë në vet, babën, vllajën, motrën, shtëpinë, batanën, mbetjen, ka ardhur ti çuçan, ti më shumë grosht. Se ka biologjika, kjo është ke budallaki është. Sa bas, as shqiptarë nuk e ban tonë. Po ka impunu, mos mendoni se shqiptarët e bajnë këta. Dikush neve vetëm se na ka serviruar këtë si teori. As shqiptari se bën kështu, lart më bet, hiç fare, nuk ngrin dur kurrë. Nëse vazhdon ta poshtrosh, ta demoskosh, do ofendosh gruan dhe pas Ramazanit, haroj se vapin e Ramazanit. Ti mund nuk je devotshëm. Në momentet e fundit të jetës pejgamberi po do kësaj botës, çka ka lënë mesazh? Salat, kujdes të namazit, wa ma meleket aymanikum, edhe ata që e keni në provë. Kanë e keni në provë? Po shtet e keni grujen. Në komandën tonë, kujdesu, mos e në përkam. Hajse, kjo është robrejshun, ha? Ka mortun, apo qirakën, punëtorin, duhet murujt maksimalisht. Bile me një hadith pejgamberi ka thënë çfarë pejgamberi ka përmend reciprok. Si sidesh ka mu të kthytyje. Thot pejgamberi Allah në lutje, o Zot, kush do që është ngarkuar me një përgjithësi për umetin e Muhamedit edhe qoftë në këtë aspekt jetës tu jenë edhe komandimin ndaj grujës edhe të regoj zemërbut ki o Zot të regoj zemërbut o Zot nëse ki të regoj i ashtë për arrogant të regoj o Zot të i ashtë për arrogant këto vlen për drejtore, për domaqinin, për sultanin, për kryetarin. Kjo vlen për hoxhin me xhamatin, kjo vlen për burrin dhe për gruajen. Se shumica këta ditën e përkufizojnë vetëm se kryetari. Ja, çdo kush e ka prunë, shef, drejtori, gazda, kush është e ka diçka në prunë, tregohet but me atë prunë, me atë që ka përsipër, Allahu ja kthen me të but. Nëse ke tregohet i ashpër arrogant, edhe Allahu ka për t'ia kthyr. Këshire, se tregohet me gruën. Thot Asjalia, kur pejgamberi më afroi Fatimën, që të martona një qa, më tha, o Ali, unë po ta jap vajzën time, me kush ta trajtosh mirë. S'kam dhënë hajvan, më shoj shkel. Po ta hajvanit si më shohë, se jo gruaj. Po, dietarët kanë thonë,
se ky kusht vlen për gjithë vajzat e umetit pejgamberit, pasi pejgamberi është prindi i dytë për gjithë muslimanët. Në men, kur thot babgjyshi, o filan, o dhëndrian, ta dha shikën, rujma, s'unë e kam rujt 20 vjet. Binje kuptoj se kushte pejgamberi më thonë, kjo bie umetit, mos e keq për do, mos e tradhto më në shtëpi mshele me qelc, shko ti ladro me gratë huja. I legjit, kthehet. Po, zinaja është borxh, Imam Shafia. E bën me pare të shtëpia pa pare.